të sigurt. Unë nuk gjej dot një emër nga 2013 deri më sot. Është e gjithë lista e Bashës, rikthime që keni pasur në 2013, po flas për listat e sigurta. Një vetëm emër i ri është ai i Shkodrës. Në 12 vjet të Partisë Demokratike, vërtet në opozit, nuk u gjend një grup figurash të reja, po themun intelektual, nga diaspora. Po që listë, vetëm listë e mbyllur. Po listë e mbyllur për klas. Jo mos zotri, po listë e hapur, listë e betejës. Mos ke një gabim ti se edhe atëherë s'kan qenë listat e Bashës. Lista e betejës. Listat e doktorit. Po zotri, listë e betejës, listë e betejës. Po flas për listë mbyllur. Lista e hapur është listë e betejës. E kalorzve. Po ajo ka më të fuqishmit kandidat që ka pas ndonjëherë Partia Demokratike. Lista e hapur. Absolutisht. Merr Tiranën ti. I lat në listë hapur për të bërë betejë? Edhe ajo është absolutisht. Edhe ajo ka një metër. Unë s'po them se kisha vende, por nuk ka diskutim që edhe është një qëllim. Se ka për tyre që janë forcë natyrale, elektorale. Edhe o fitojnë ata, o s'fiton kush. Janë jo një, po janë disa që janë të demeritshëm në fushat. Kështu që s'ka diskutim që edhe ajo më bëni. Dhe jo mirë. Ka njerëz me një reputacion absolut. Çfarë parimi ndoqët ju për listat? Çfarë parimi ndoqët për hartimin e listave? Parimi për listat? Për hartimin e listave, çfarë parimi ndoqët? Domethënë, pse në listë Flamur Noga për shembull nuk është në listë në hapur, po është në listë e mbyllur? Sepse është menaxheri i partisë. Po. Është menaxheri i partisë, në qoftë se ai do ishte në listë hapur, ai nuk mund t'i përgjigjej partisë, do i përgjigjesh zonës tij. Vërtet. Vetëm kjo është. Ai është menaxheri i partisë. Po vetëm parimin përgjithësisht, Flamur Noga në mora se shumë. Jo, shumë mirë që ma them. Po. Flamur Noga, sekretari i përgjithshëm, për definicion është menaxheri i partisë, ç'është e vërteta. A më thonë. Dhe në qoftë se ai do të ishte, ai për atë do ishte kënaqësi të ishte një listë në një zonë të vetme, ku do merre nga mezin darkë me votat e tij. Po ama dikush duhet menaxhoj. Ne kam fjalën. Jo, Berit Klliçi s'ka rëndsi, po ideja është që ne shohim, ne presim që kur ju paraqisin listën. Prit, vim, jo, i marrim me radhë. Themu ty. Tirana, se këtu e marrim Tiranën ne. Tirana ka 16 degë. 16 degë. Janë disa degë me 70.000 votues. Janë sa, po thuj bazë me gjvet ma fare. Me qarqe, po. A më thotë. Edhe këto, normalisht, të thosh që gjithë Tirana me një drejtues politik është qesharake. Ke një drejtues politik, po do ketë, sepse do të pakten në 3-4 grupe do t'a bësh Tiranën për drejtim politik, sepse duhet njerëz që do shohin çdo gjë. Do shohin komisionerin, do shohin qendrën e votimit, do shohin numëruesin, do shohin emëruesin, do shohin me radhë. Pra, dhe Tiranën e lam Belindin, thuja Vokshi, Paloka. Vokshi është si kryetare gruaje. Paloka. Është Klevis Balliu. Xhaferi. Është Vokshi për Kamzen, e cila hyn ex officio me statut, ato me statut, Rinia dhe Besar. Edhe Besar me statut. Ata hyn me statut, janë ex officio. Je i detyruar të fusish si këtë temroj është organizata e tyre. Pra, është bërë një drejtësi e pa diskutueshme. Tani, edhe njerë, mos harroni, janë zgjedhje qarku. Qarqet janë si me qenë shtet në këtë sistem. Ka që është gjithë puna. Po pra parim njështë respektoheshin përfaqësimet e partisë, jo primaret që ishin vota, dhe dyta jo projekti juaj për qeverisjen 4 vjeçare. Jo, më fal. Sepse në një listë ju tregoni çfarë projekti keni me këtë qeverisje për 4 vjetash. Më thua dhe primaret, u respektuan primaret për atë që për shembull. Vota ishte e para ju nxorët votën të fundit. Jo se respektuar, po doli e fundit, sepse ata primareve janë në listë hapur gjithë dhe s'janë fare. Jo, vetëm. Pra, parimi i parë ishte që kush do punojë për partinë, kush është treguar më luajal dhe më punëtor,
Parimi i dytë... Jo, absolutisht luajër. Jo me luajër. Ka nga ata që janë në listë, që kanë marrë primare, dhe në tërësi kanë marrë primare kryesor. Kjo është në Elbasan e vërtet, kjo është në Tiranë e vërtet, kjo është në Shkodër e vërtet, kjo është në Shkodër e vërtet, kjo nuk po të hyme të numër, kjo është në Vlorë e vërtet. Edhe Lezhë e ka. Edhe Lezhë, pra këto, jo, nuk është primarit janë përfill, të jesh i sigurt, pa asnjë diskutim, janë përfill. Në të gjitha qarqet, në gjitha qarqet, ku ka patur 2 vetë, primaret kanë hyrë në funksion, po ka qarqe që kanë vetëm një njeri. Në Tiranë në funksion fare. Kryetarin, pastaj kanë kryetarin atë koordinatorin. Udhëheqësin politik. Kanë udhëheqësin politik. Po, aty kod bën primare. Jo, kod nuk bën primare, se janë të përjashtuar nga primaret një grup shumë i kufizuar dhe shumica tjetër janë në primare. Nuk e bën primare, dhe më falë primaret janë respektuar, kur në Korçë janë respektuar, në Gjirokastër janë respektuar. Jo, në realit janë pasur që ka një, ka një, por më falë, po në Korçë... Zoti Sheu, dje që do ishte atje, kështu që atje nxjerr kot elektoratin votoj. Më falë, të lutem, Peshkopia, Kuksi dhe kjo pikrisht Gjirokastra kanë nga një person. Po pikrisht ky është thelbi, zoti Berisha. Do me thënë, në një sistem demokratik, në qoftë se në Gjirokastër, kryetari partisë që jeni ju, thot që njeriu që do na pri ne këtu është Tritan Sheu dhe njerëzit votojnë dikë tjetër, njerëzit duhet kenë prioritet edhe ndaj kryetarit. Pra, kur bën primare, ja lë fjalën militantëve, qytetarëve dhe jo kryetarit. Ju i thoni, ju votoni në Gjirokastër, këtu një vend është, po unë do zgjedh Tritanin. A ju duket ju ashtu, po kështë pak më ndryshe. Këtu pastaj kthehej gjithë në parodi. Sepse kryetar udhëheqësi politik i qarkut bën një punë shumë mujore para zgjedhjeve. Shumë mujore. Po kush e gjykon se kush duhet të jetë njeriu që duhet bëj punën? Qofse i ndron në mes të garës njerëzit, ti nuk di se kush shkon. Përpara. Pra, a do pyesësh zërin e njerëzve apo do pyesësh zërin e kryetarit? A do bëhen primaret para, kjo dhe mund të jetë kështu si shtuhe. Jo, është principi i rëndësishëm. Pra, dëgjohet zëri një njeriu apo dëgjohet zëri i militantëve partisë i njerëzve i votues. Zoti Bushati, zëri i militantëve është dëgjuar kësaj here më shumë se kur. Sepse unë ju thash ju një sëri rrethësh. Është shpërfillur më shumë se kur këtë herë. Jo, përkundër. Se unë e kuptoj, për shembull, Lulzim Bashën që i bënte në 12 natës si donte vetë, se disa i shkruanit ju nga ato, po s'ka rëndësi, ishte okej. Se dinin gjithë që këto janë listat e Edi Rama nuk pyet asnjëri. Po gjithë njerëzit e dinë që këto janë listat e Edi Ramës. Kurse të thrasësh militantët votojnë dhe pastaj të vendosësh vetë, kjo pastaj merr trajtat e një farse. Unë do them ju se të gjithë ata që janë futur nga primaret në listat e mbyllura janë më të votuarit. Asnjë prej tyre nuk është se s'ka qenë në krye për votimin. Asnjë. Qofse ka qenë asnjë, qofse ka qenë një grave, urdhë. Iku dhe Dash Sula. Dash Sula. Ne votuar në Elbasan. Votua, ishte keq, mirë, pavarësisht që mendojmë ne. Më fal, po. Problemi është aty. Po jo, po është tel. Demokratët votuan Dash Sula. Vota. Problemi është u votuar. Vota mund të jetë e gabuar, po vota është gjithmonë më e mirë se mendimi i njeriu. Zoti Bushati, ajo zonja që është futur, midis grave është me votuara në Elbasan. Nga gratë. Nga gratë. Në Korçë, ajo që është futur në Korçë është me votuara, se kemi dhe kvota nga gratë. Pra, kudo janë futur, çdo i futur në primare është me i votuar se ndër me të votuarit. Nuk janë fut njerëz që s'janë votuar.